Sot do të prezantojmë romanin Prilli I Thyer të Ismail Kadare. Imagjinoni sikur e dini sakt datën e vdekjes tuaj. Imagjinoni një botë ku jeta juaj ka një datë që ju skadon, të gdhendur jo nga natyra, por nga vullneti I traditës. Mirë se vini në malsinë e Ismail Kadares. Prilli I Thyer është më shumë se thjesht një roman. Është një dritare drejt një bote ku kanuni I lek dukagjinit nuk është thjesht një libër I vjetër. Është një kod, një kushtetut e vdekjes, që sundon çdo rrahje zemre në malet shqiptare. Në qendër të kësaj bote qëndron George Berisha, një I ri që mban një pushk dhe një fat më të rëndë se arma e tij. Ai sapo ka marrë një jetë për gjakmarrje, siç e kërkon kanuni. Pas aktit të kryer, ai tani ka 30 ditë bes, 30 ditë të huazuara. Pas kësaj, ai bëhet si fantom në mesin e të gjallëve. Por kjo nuk është vetëm historia e Georgjit. Në këtë peizazh vdekjeje vinë, shkrimtari I famshëm Besian Vorpsi dhe gruaja e tij, Diana. Ata udhëtojnë nga Tirana për muajin e tyre të mjaltit, por jo për të admiruar peizazhin. Ata janë në kërkim të legjendave. Por ajo që gjejnë është një realitet shumë më I ftohtë se çdo tregjim që shpresonin të mblidhnin. Bota e tyre është elegante, kurioze e paprekur nga kanuni. Në atë moment, dy botë përplasen. Nuk është vetëm tragjedia e Georgjit, është tragjedia e një ligji që nuk pranon të vdes, e dashurisë që nuk mund ta thotë emrin e saj, e vdekjes që pret e duruar dhe indiferente. Ky roman I Kadares nuk është thjesht një roman, është një meditim mbi absurditetin e fatit, mizorinë e traditës dhe shpresën e qetë të pamundur për diçka më shumë. Kryevepra e Ismail Kadares nuk është thjesht një histori, është një plag, ende e hapur, ende duke gjakosur, ende duke pyetur. A mund të çlirohemi ndonjëherë nga e kaluara? Nëse nuk e keni shfletuar dhe analizuar këtë roman, ky është momenti juaj. Merrni këtë libër. Ndjeni peshën e tij, lëreni tragjedinë e tij t'ju ndjek. Sepse ky roman nuk është thjesht një histori. Shletojeni, analizojeni. Aty gjeni jetën e dikujt që është marrë dhe ati që pret të t'i mirret.